Në 20 vjetorin e formimit të shoqatës Drini Gjakov Shkodër dhe Shkodër Gjakov, sot banor nga Gjakova, Shkodra dhe zonat të veriut të Shqipërisë morën pjesë në shënimin e kësaj shoqate. Halil Ahmeti, kryetari i shoqatës Drini Gjakov Shkodër, foli për punën dhe rëndësinë që kishte kjo shoqatë ndër vite. Një organizatë që për 2 dekada ka qenë promotore vlerave kulturore dhe e nisme së shumë projekteve zhvillimore ekonomike, infrastrukturë dhe kulturë në shkërbim të 2 shteteve tona dhe të gjithë rajonit. Në një kohë kur ndërlidhja kulturore dhe ndërtimi i urave bashkëpunuese ishin më të rëndësishme se kur, shoqata jonë ka ditur të japë zë trashëgimisë identitetit dhe nevojave të komunitetit përmes projekteve konkrete infrastrukturore dhe iniciativave që kanë lidhur njerëz, qytete dhe ide. Kryetari i shoqatës Drini Shkodër Gjakov, Nejat Grezda, foli për bashkëpunimin që kishin 2 shoqatat nga Gjakova dhe Shkodra. Mungesë e infrastrukturës stopoi eksibimin e zhvillimit të pjesës veriundore, ku përfshihet Gjakova, Shkodra me gjithë zonat përreth. Këtë situatë mjaft kritike për mjetesë, për popullsinë vendase, aq të izoluar, dolen mjaft figurë të shquara në punën e tyre. Ndallim nga shumë kolegë të tjerë. Ato me vullnet dhe vëzimin e tyre kryen studime të hollësishme duke dalë me konkluzionin unanim se kusht për zbutjen e varfërisë dhe zhvillimin e tyre është ndërtimi i korridorit Adriatik Alpe, me emërtimin mjaft domethënës Lugina e zhvillimit. Filip Guraziu, ish kryetari i Bashkisë së Shkodrës, tha se shoqata ka bërë punë të mrekullueshme për projekte e bashkëpunim kulturor. Kam kënaqësi kur kuptoj se shumë probleme në dukje sipas zgjedhjeve 20 vjet më parë, sot kanë marrë rrugën e tyre drejt përparimit në favor të shqiptarizmit. Kujtoj rrugën e Komit, që bashkoi përfundimisht shqiptar në 2 anë të kufinit, rrugë në lidhje lokale ndërmjet vendeve, projektin madhor të ndërlidhjes Kosovës me Shqipërinë me Kurull, projektin tonë, shpresojmë që sa më shpejt më, që ka lënë për Gjakov dhe Shkodër. Por sot të ndërruan vllazën Gjakovar, krah gëzimit të një, të kujtu aktivitetet e shumta të përbashkëta që zhvilluan në këto 20 vjet një rrëdhënie, sepse një pjesë e madhe atyre shokëve të mirë, e të aftë në profesionin e tyre, që i kishin për krah dhe kontribuan zbashku me ne për bashkimin fizik dhe shpirtëror shqiptarëve, sot nuk janë më. Në hollin e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi në Gjakov, ishin shfaqur disa fotografi të aktiviteteve dhe projekteve që kishte shoqata Drini Gjakov Shkodër dhe Shkodër Gjakov.